Mjeku çudit botën, kosi në mëngjes shëron këto 3 sëmundje, ja kush duhet ta konsumojë menjëherë. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit më të konsumuara nga shqiptarët. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra dhe shije të ndryshme. Kosi mund të hahet i ëmbël i kripur në mëngjes, në drekë ose në darkë për një vakt më të lehtë. Kosi është i pasur me kalcium, kalium, magnez, vitaminë B2 dhe vitaminë B12. Në këtë video, sipas brajtësaj saj, do të rendisim përfitimet dhe vlerat befasuese të ngrënies së kosit çdo mëngjes ose edhe pas tij. Përfitimi i parë është për sistemin tretës. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi ditor i tij veçanërisht në mëngjes mbron sistemin tretës nga toksinat dhe bakteriet. Ai qetëson sistemet e rënduara nga inflamacioni dhe dëmet e shkaktuara prej tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kosi do të rrisë imunitetin. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin dhe ta bëjë atë më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban minerale të dobishme si zinku, magnezi dhe seleniumi. Kosi përmirëson gjithashtu tensionin e lartë të gjakut. Sipas të dhënave, kaliumi te kosi ndihmon në eliminimin e kripës së tepërt nga organizmi. Në këtë mënyrë, kosi ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe shëndetit të zemrës. Kosi gjithashtu do të mbajë larg edhe problemet e infeksioneve. Kosi është veçanërisht një aleat i grave sepse parandalon mykun dhe infeksionet e tyre, duke u renditur kështu në një produkt mjaft të rëndësishëm për tu konsumuar çdo ditë në dietën tuaj. Kosi përmban laktobacile, baktere që frenojnë rritjen e infeksioneve dhe të mykut dhe gjithashtu përmirëson edhe shëndetin tuaj. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë për të pasur kocka edhe më të forta. Një filxhan me kos përmban të paktën 275 mg kalcium. Për këtë arsye, kosi në mëngjes mund t'i japë kockave tuaja forcën e duhur për të qenë edhe më komod. Kosi do të përmirësojë bakteriet e stomakut. Kosi përmban probiotik të cilët eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi juaj tretës. Nëse vuani nga fryrjet në stomak ose diarrea, kosi është i këshillueshëm që të konsumohet rregullisht në mëngjes. Kosi mund të konsumohet gjithashtu edhe mbas aktiviteteve fizike. Proteinat e kosi japin muskujve aminoacidet që duhen për të rrimë këmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit është në rënje dhe kosi do të ndihmojë në rikthimin e tij. Kosi është një produkt shumë i mirë kundër problemit të alergjive. Kosi gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat të cilët janë të prekur nga alergjit, thot një studim mbi rolin e kosit. Sipas studimeve të cilave u referohemi sipas Healthysite, të vegjëlit që ushqehen me kos rregullisht janë më pak të rrezikuar që të preken nga infeksionet dhe alergjit. Nëse doni që të humbisni kilogramat e tepërt, përfshiheni kosin në dietën tuaj. Kosi përmban vetëm pak kalori. Për më tepër, fal konsumit të tij, qelizat e yndyrës prodhojnë më pak kortizol, gjë që nxit organizmin të humbas më shumë kilogram. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese kundër kaviteteve në dhëmbë. Kosi i mbron në dhëmbët nga kaviteti. Ai përmban acid laktik që i mbron mishrat e dhëmbëve nga mbetjet ushqimore dhe bakteriet, dhe konsumi i rregullt i kosit në dietën tuaj mund të cilësohet një aleat mjaft i mirë për shëndetin. Hani të paktën 500 gram kos nëse doni që të humbisni kilogramet e tepërt, sipas një studimi amerikan. Ata të cilët hanin të paktën 500 gram kos gjatë ditës humbën më shumë se 22% të peshës së tyre në mënyrë të lehtë dhe 81% më shumë djam në zonën e barkut se personat të cilët nuk e konsumonin kosin gjatë regjimit të tyre ushqimor. Gjithashtu, kosi është një produkt shumë i mirë për të përmirësuar florën bakteriale të stomakut. Bakteriet e mira të kosit janë bakteriet të cilat jetojnë në aparatin tuaj tretës dhe ndihmojnë gjithashtu edhe në zhdukjen e mikroorganizmave të këqija që mund të shkaktojnë edhe probleme dhe infeksione. Për këtë arsye, kosi është një produkt fantastik për të shtuar në dietën tuaj, si një zgjidhje efektive kundër këtyre komplikacioneve. Kosi përmban nivele të larta të vitaminave.
Një paketim kosi përmban të paktën vitamina dhe minerale të rëndësishme për trupin dhe shëndetin e njeriut, siç mund të jenë për shembull potasiumi, fosfori, jodi, zinku, riboflavin, vitaminë B5, vitaminë B12 e të tjera. Vitamina B12 sidomos është shumë e rëndësishme për të përfshirë në dietën tuaj, pasi mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe për vegetarianët. Konsumi i kosit në mënyrë të rregull çdo ditë mund të japë rezultate përkatëse pozitive në rritjen e përfitimeve të trupit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tij. Kosi është një ushqim perfekt edhe për persona të cilët merren me palestër. Kur stërviteni, humbisni energji dhe ruani më dobët muskujt, prandaj edhe pas stërvitjes duhet të zhvendësoni të gjitha mineralet e humbura, të riktheni fuqinë në organizmin dhe gjithashtu të fuqizoni shëndetin. Kosi i konsumuar brenda 60 minutash pas palestre mund të jetë një zgjidhje produktive në rigjenerimin e shëndetit tuaj. Kosi është një produkt fantastik, edhe nëse doni të merrni nivelet e duhura të kalciumit në dietë. Kosi është i pasur me kalcium dhe kalium, që është një përbërës kryesor ushqimor për të marrë edhe për kockat e shëndetshme. Për këtë arsye, kosi është i rëndësishëm edhe për të vegjëlit të cilët janë duke u formuar. Gjithashtu, shumë njerëz nuk e dinë se kosi i thjeshtë është më i pasur me kalcium se kosi me fruta që mund të gjeni në supermarket. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë kundër tensionit të ulët. 70% e njerëzve të cilët konsumojnë 2 herë më shumë krip se duhet mund të kenë probleme me tensionin. Por kështimi i kosit në dietën tuaj falë potasiumit mund të pastrojë trupin tuaj nga sodiumi i tepërt dhe sipas studimeve amerikane, të rriturit të cilët hanë 1 ose 2 porcione me kos në javë ulën rrezikun e sëmundjeve me të paktën 54%. Kosi gjithashtu është një produkt shumë i rëndësishëm edhe i proteinës. Proteinat janë përbërësit thelbësor kryesor të trupit që merren me ndërtimin dhe mirëmbajtjen e trupit. Një mënyrë e shëndetshme për të marrë proteinën që ju duhet është edhe kosi. Gjeni llojin e kosit që ju preferoni, të trash ose të lëngshëm. Një gotë kosi përgatitur vetë në kushte shtëpie mund të jetë një zgjidhje produktive kundër njësër komplikacionesh. Nëse doni që të përmirësoni shëndetin tuaj, atëherë përfshini kosin me patjetër në regjimin e kujdesshëm ushqimor. Kosi është një zgjidhje produktive për reduktimin e kilogramëve të tepërt. Për disa, dëshira për të humbur në peshë mund t'i bëjë ata që të kthehen në çfarëdo lloji zgjedhje, qoftë një ushtrim ndërtues në palestër ose vëzhgimi i dietës së tyre, ose zakonisht një kombinim i këtyre gjërave. Sa i përket dietës më të shëndetshme, kosi nuk është i rastësishëm në programet dietike të shumë dietologëve. Kosi është i shëndetshëm për një zorr më të pastër. Shëndeti i zorrëve mund të mos jetë diçka për të cilën mendoni shpesh, por është thelbësor për të mbajtur një mënyrë jetese përgjithsisht të shëndetshme. Zorrët tona janë përgjegjëse për tretjen e ushqimit dhe thithjen e lëndëve ushqyese, ndaj është thelbësore që ajo të funksionojë si duhet. Një gjë që mund të ndihmojë në këtë proces është edhe kosi. Nëse doni kocka më të forta dhe më të shëndetshme, përfshini kosin në regjimin tuaj ushqimor. Nëna juaj gjithmonë thoshte të pini qumësht për kockat tuaja. Ndoshta ndryshe nga shumë gjëra të tjera, kjo ishte e vërtet, por ajo mund të ketë harruar të thotë se kosi gjithashtu mund të ndërtojë kockat e forta. Produktet e qumshtit, duke përfshirë edhe kosin, janë burime të shkëlqyera të kalciumit, i cili është minerali kryesor i kockave. Kosi është gjithashtu i dobishëm për ata që vuajnë nga osteoporoza. Kosi për një humor më të mirë. Në mes të problemeve, stresit të punës ose çfarëdo lloji tjetër që ju largon humorin, kosi mund të jetë një zgjidhje klasike. Sistemi juaj do të jetë më i fortë. Në ditët e sotme është e rëndësishme më shumë se kur të kemi një sistem imunitar të shëndetshëm për të luftuar problemet e kohës. Një nga mënyrat për të rritur sistemin imunitar është të konsumoni probiotik që gjenden te kosi. Duke ngrënë kos çdo ditë, ju shpëtoni traktin gastrointestinal nga bakteriet e dëmshme, dhe gjithashtu përfshirja e kosit në kujdesin tuaj ushqimor mund të jetë një zgjidhje produktive. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.